Kryeministri Albin Kurti pata kënaqësinë të vizitojë Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, ku u prita nga drejtori e Petri Tajeti, stafi drejtues dhe zyrtar të tjerë. Vizita u realizua me rastin e festimit të 18-vjetorit të pavarësisë së Republikës së Kosovës dhe 17-vjetorit të themelimit të AKI-s, me çrast ndam certifikatat për zyrtarët e rinj, si dhe pruruam një objekt modern në kompleksin e AKI-s. Inteligjenca mbetet një nga hallkat më të rëndësishme në mbrojtjen e sovranitetit, duke garantuar që Republika jon të jetë përgatitur për çdo sfidë dhe të marrë vendime të informuara. Në kuadër të prioriteteve tona për të mbështetur sektorin e sigurisë, ka pasur mbështetjen e vazhdueshme të qeverisë së Republikës së Kosovës, me rritje të lartë të buxhetit dhe kjo mbështetje do të vazhdojë. Më inkurajon fakti që po avancon vazhdimisht kapacitetet e saj teknologjike, analitike dhe operative, me ambicie dhe objektiva të qarta, duke u përshtatur me realitetin e ri të sigurisë dhe duke forcuar bashkëpunimin me institucionet vendore dhe partnerët ndërkombëtar. Sukseset e AKI-s përgjatë viteve të fundit kanë kontribuar në sigurinë kombëtare, rajonale dhe më gjerë, në bashkëpunim të afërt me institucionet vendore dhe shërbimet partnere. Kërcënimet nga spionazhi, kërcënimet hibride dhe kibernetike, ekstremizmi dhe radikalizmi, krimi i organizuar dhe forma tjera të kërcënimeve ndaj sigurisë kombëtare janë trajtuar me profesionalizëm, duke ndikuar në avancimin e sigurisë kombëtare. Shpreha mirënjohjen dhe respektin tim për stafin drejtues dhe të gjithë zyrtarët e AKI-s që shërbejnë me nder, përkushtim të lartë dhe dashuri, në një profesion që është mision shpesh në heshtje, por gjithmonë në mbrojtje të Republikës dhe të qytetarëve të saj.